Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se sot mijëra shqiptar nga Shqipëria dhe diaspora po udhtojnë drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën e paralajmëruar ndërkombëtare. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha u shpreh se pjesëmarrja në këtë tubim pritet të jetë ndër më të mëdhat që nga nisja e protestave, duke përfshirë mbështetës të Partisë Demokratike, qytetar pa përkatësi partijake si dhe emigrantë shqiptar që kanë bërritur nga vende të ndryshme të Europës. Qytetarë dhe qytetarë pa parti po vërshojnë nga të katër anë të Shqipërisë dhe përveç kësaj, diaspora shqiptare ka në sy vendin e vet dhe rrugët, aeroportet, tragetet sjellin dhjetra mijëra shqiptarë këtë natë në protestën më kulmore, rinore qytetare të kombit shqiptar në Tiranë për dorëheqjen e narkodiktatorit, e kreut të Meduzës të regjimit të bazuar në drogën, vjedhjen dhe farsën zgjedhore të shqiptarëve. Në deklarimet e tij ai ka përdorur gjithashtu një gjuhë të ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar për keqeverisje dhe duke cilësuar qeverisjen aktuale si të lidhur me korrupsionin dhe manipulimin e zgjedhjeve. Berisha kritikoi gjithashtu qasjen e kryeministrit ndaj mediave dhe rrjeteve sociale, duke quajtur atë një përpjekje për sulmuar zërat kritik. Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij don kishoteske, duke shpallur armiq të popullit një grup blogeres dhe blogerësh të cilët sipas tij, pasi rrjedhtoi agjenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Po ashtu ai ka komentuar edhe çështje të ndryshme politike dhe hetimore, përfshirë dhe dosjen e Zvërnecit, të cilën e ka cilësuar si përgjegjësi të drejtë për drejtë të kryeministrit. Dosja e Zvërnecit është fund e krye, përgjegjësi direkte e Edi Ramës për mungesën totale të transparencës dhe dhunimin nen për nen të ligjeve të vendit dhe ligjeve ndërkombëtare. Edi Rama përpiqet të fshihet, por me sa kuptoj unë, ai në mënyrë absolute ka mashtruar kompaninë dhe kompaninë mbasi në kundërshtim me të gjitha kushtet ligjore. Ai ka lëshuar lejen e zhvillimit për hir të zvërtetës ka ai e fsheh. Ai ka lëshuar në janar të këtij viti edhe lejen e ndërtimit dhe ka lëshuar lejen e ndërtimit për 3 bloqe dhe lejet e ndërtimit janë kompania vet ka kërkuar me noter anullimin e tyre. Edi Rama i fsheh të gjitha këto. Edi Rama tani përpiqet t'i vendos në ligj gjërat, u mashtron. Protesta e sotme pritet të zhvillohet në qendër të Tiranës, ndërsa autoritetet kanë marrë masa për menaxhimin e fluksit të madh të qytetarëve dhe qarkullimit në kryeqytet.